Partia Socialiste e Shqipërisë festoi 35 vjetorin e saj që nga themelimi në vitin 1991, edhe pse ishte një takim feste që mblodhi mira socialist në kremtimin e 35 vjetorit të partisë së tyre, por rreth 60 minutat e fjalës së tij, kryeministri Edi Rama ja dedikoi projektit të Zvërnecit dhe protestuesve që tani kërkojnë largimin e tij të mbledhur të premten njëkohësisht me takimin e socialistëve në ditën e 13 të protestës. Rama edhe në festën e partisë së tij foli për projektin dhe protestat. Në muajin e kremtimit të 35 vjetorit të lindjes së kësaj familje për Shqipërinë, një masë e madhe njerëzish të dilë të vrutshëm mbi sipërfaqen e kanaleve të internetit dhe një bashkësi përfaqësuese e saj të merrte në zotërim çdo mbrëmje bulevardin e Tiranës. Protesta nisi me zemërimin e drejtë për një akt dhune dhe me kërkesën e padrejtë për anullimin e një investimi madhor që do të ndikojë ndjeshëm parametrat ekonomik dhe social të Shqipërisë. Duke futur të paktën 4 miliard euro në një ekonomi me një volum të përgjithshëm prej 27 miliard eurosh, vetëm ky investim është më shumë se 1/7 e prodhimit të përgjithshëm të vendit tonë dhe është 2 herë e gjysmë më shumë se sa i gjithë stoku investimet huaja në Shqipëri vitin e shkuar. Atyre që janë vërtet të shqetësuar për fatin e Zvërnecit, por që sipas Ramës kanë rënë prej një apokalipsi digjital duke u manipuluar nga të pavërteta, u bëri sërish ftesën. I them se faktet që ne kemi dispozicion duhet të jenë normalisht më së mjaftueshme për të qetësuar shpirtin e kujtdo në këtë drejtim. Prandaj bujrum me jani t'i dëgjoni. E janë të shikoni dhe e janë të verifikoni vetë faktet. E janë të merrni provat e nevojshme për të ndjerë jo vetëm të lehtësuar, po dhe krenar, për të ndjerë krenar, përse si institucionet tona e kanë përfaqësuar, qoftë në lidhje me interesimin për Stazanin, qoftë në lidhje me procesin e aplikimeve dhe të reagimeve zyrtare ndaj tyre për zhvillimin e Zvërnecit. E janë të shikoni me sytë tuaj që nuk ka asnjë status investitori strategjik të dhënë për investimin më të madh privat në historinë e Shqipërisë. E janë të shikoni duke dëgjuar me veshët tuaj, po dhe duke parë dokumentat, se si për Stazanin nuk ka asnjë marrëveshje ende sot që flasim, po ka vetëm një negociat që zgjat prej shumë kohësh tani më. Dhe pse zgjat? Zgjat pikërisht sepse ne nuk përfaqësojmë interesat e investitorëve.